Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot me një lexim ndryshe me një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, gjithmonë ka një mesazh për ju. Ju merrni vetëm atë që rezonon me ju, sepse janë lexime të përgjithshme. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ftoj të gjithë dëgjuesit e këtij kanali, për të gjithë ata që nuk kanë bërë akoma abonimin e tyre në këtë kanal, mund të bëjnë subscribe për të marrë të gjitha videot në vazhdimsi. Dhe do vazhdojmë në lidhje me këtë lexim, shohim se çfarë do na sjelli. Dhe fillojmë me një herë pa humbur kohë. Dhe shohim këtu, është një person që mendon se ka gabuar në lidhje me ju dëgjues. Është një person, dikush që ju kthehet ndjenjave më të mira, sepse kemi 6 e kupave këtu. Por në lidhje me atë që ka ndodhur midis jush ose brenda këtij personi. Është një person që kthehet shpejt nga ju dëgjues, por dëshiron të bëj këtë fillim të ri. Është një person që është larguar dhe ka kthyer shpinën nga ju. Dhe ndoshta ju ka braktisur në lidhje me këtë njohje që keni ose lidhje, për të lënë mbrapa ato angazhimet në lidhje me këtë dashuri. Gjithsesi, ky person nuk gjen paqen me veten akoma. Është një person që duket se po ndizet brenda vetes dhe dëshiron që të bëj këtë fillim të ri me ju, ose që të ketë një lloj rikthimi tek ju dëgjues. Është dikush që kupton diçka dhe përballet me diçka në lidhje me këtë dashuri. Dhe këtu kemi energji të shenjave të zjarit, të ujit, te kjo pjesë e parë e leximit, por mund të jetë edhe një ndërveprim midis këtyre shenjave. Gjithsesi, shohim më tej dhe këtu është dikush që në një farë mënyre kërkon një lloj drejtësie, por nuk arrin të shohë gjërat qartë, sepse kemi dyshin e shpatave këtu. Ndoshta ky person ka disa kërkesa ose mund të kërkojë që ju të rregulloni diçka. Dhe shoh që ky person dëshiron të vi në mënyrë të shpejtë, ndoshta edhe për të hyrë në bisedime në lidhje me ju dëgjues. Gjithsesi është diçka, domethënë, që ky person dëshiron të rregullojë situatat, sepse dëshiron të vi në mënyrë të vrrullshme dhe të shpejt drejt jush, ose të veprojë shpejt në lidhje me ju dëgjues. Është një person që po të vëmë re këtu, ka ndjenja, ka emocione, por sikur ka dhe një urgjencë. Është energjia e këtij personi, sikur dëshiron të bëj gjërat shpejt, sepse kemi kalorsin e shpatave. Ose ky person në të kaluarën ka qenë në një gjendje pa vendosmërie, ose nuk ka arritur të shohë gjërat qartë në lidhje me këtë histori, ose me këtë njohje që keni, ose me këtë lidhje. Dhe kjo ka lidhje më tepër me anën emocionale të këtij personi. Ndoshta në lidhje me një të vërtetë që ky person ka dashur në të kaluarën e tij, ose të saj. Për të pranuar dhe për të dëgjuar diçka nga ju dëgjues. Dhe ndoshta ka disa gjëra që personi vjen shpejt për t'ja u thënë, sepse është hypur mbi këtë kal, po të vëmë re, është një person që është shumë impulsiv dhe ka për t'ju thënë gjëra të pazbuluara deri tani. Por ndërkohë dëshiron të pyesi në lidhje me këtë histori. Dhe vazhdojmë.
shoh që ky person dëshiron një lloj ndryshimi, një lloj tranzicioni për të ardhur drejt jush, sepse kemi kartën e princeshës së kupave. Është një person ku përpiqet në rrugën e vet për të ndryshuar gjërat, sepse kemi kullën. Ndoshta ky person ka pasur lloj-lloj përvojash dhe dëshiron që të shprehë këto emocione dhe të vazhdoj përsëri me ju, dëgjues, por nuk di se si rezonon me ju. Gjithsesi, shoh që ky person është duke përdorur intuitën, ka hequr dorë nga gjërat që ka besuar deri në këto momente dhe duke futur besime të reja në lidhje me këtë njohje ose me këtë dashuri. Gjithsesi, këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të ujit, përsëri energjitë shenjave të ajrit, kemi energjitë shenjave të ajrit dhe të tokës, dhe kemi energjitë shenjave të ujit dhe energjinë e shenjës së demit. Ndoshta ky person dëshiron të vinë në mënyrë të befasishme, ku ju nuk e prisnit. Dhe ky person dëshiron të thotë gjëra të vërteta për të rregulluar këtë situatë midis jush. Dhe vazhdojmë. Shoh që këtij personi keni munguar shumë. Këtu kemi gjithsesi ky person rizgjuar gjatë gjithë kohës, ose ky person dëshiron, i mungon shumë kjo dashuri, sepse jemi te pesa e monedhave dhe personi mund të duket dhe pak i dobët fizikisht, mund të jetë ndoshta kjo situatë mund ta ketë lodhur, mund ta ketë zemëruar dhe ky person sikur është zhytur brenda vetes së vet. Ndoshta është një person që e dëshiron shumë një takim në lidhje me ju dëgjues dhe do donte që të zgjidhte diçka në lidhje me këtë histori që keni. Është një person që ndoshta ndihet edhe në gjendje të lodhshme psikologjike, por dëshiron që të japi drejtim kësaj njohje që keni, kësaj lidhje që mund të keni, dhe ky person mund të bëjë dhe lloj-lloj premtimesh, mund të bëjë një betim në lidhje me këtë dashuri, ose të flasi më seriozisht në lidhje me ju, sepse kemi kryepriftin këtu. Gjithsesi, është një person ku ndoshta kishte frikë të angazhoj, ose një person që nuk ju ka dëgjuar ose nuk ka dashur të dëgjoj, dhe një person që dëshiron tani të vi me diçka të re drejt jush. Dhe shohim në vazhdim si do shkoj kjo histori. Dhe këtu kemi energji të shenjave të tokës, energjinë e shenjës së demit dhe energji të shenjave të ajrit. Si do shkoj kjo histori midis jush? Unë shoh një person të vendosur, është një person, një energji mashkullore që po mendon shumë seriozisht të lëjë mbrapa disa vështirësi, sepse kemi kartën e Plutonit këtu, duke lënë mbrapa këto vështirësi për të pasur diçka më të bukur midis jush. Dhe personi është në pritje. Një person që sigurisht duke pritur në një stacion, një energji mashkullore, për të ndryshuar situatat midis jush. Ndoshta për t'ju dhënë dhe një mesazh specifik, në mënyrë që gjërat të ndryshojnë, sepse kemi kartën e shenjës së akrepit këtu. Dhe ran shumë letra, unë do marr vetëm këtë që është e shfaqur. Dhe shoh përsëri një person që është i vendosur në qëllimet e tij. Përsëri një energji mashkullore, është një person që mund të jetë edhe një person shumë entuziast nga natyra, mund të jetë dikush që ndoshta digjet nga kjo dashuri, sepse e shohim që ka bërë gabime në të kaluarën dhe dëshiron t'i ndryshojë situatat. Dikush që mund të sjellë ngjyra në jetën tuaj, ta bëj jetën tuaj më të gëzueshme. Dhe ky person i ka vendosur qëllime vetes për t'i ndryshuar situatat midis jush, ose për të ndryshuar diçka që nuk ka funksionuar midis jush.
Dhe këtë do ta bëj me shumë vendosmëri. Shoh që është një person pak I mbyllur nga natyra, sepse kemi energjinë e monedhave, kemi 4 e monedhave, ose ky person nuk dëshiron ta ndajë dhe me persona të tjerë, ndoshta këtë histori. Dhe këtu kemi energji të shenjave të tokës, të zjarit, nuk e tham, dhe energjinë e shenjës së akrepit, dhe kemi energji të shenjave të tokës, shenja e peshores, por kemi dhe shenja të tokës përsëri. Ky person ndoshta është treguar I mbyllur gjatë kësaj periudhe në lidhje me ju dëgjues, dhe nuk ka qenë I hapur për t'i thënë gjërat ose për t'i zgjidhur situatat që ju mund të keni. Ndoshta ky person mund të ketë pas edhe lëkundje të forta, sepse kemi kullën këtu. Është një person ku mëson nga gabimet e veta dhe dëshiron t'i japë zgjidhje kësaj historie. Ndërkohë, është dhe një person që është I sigurt në veten e vet, sepse jemi te 9 e monedhave. Është një person që ka besim në veten e vet, dëshiron që të ndoshta të marrë këtë rrugë ose të ngjisi këtë shkallë për të ardhur tek ju, dëgjues, dhe vazhdojmë. Dhe shoh një energji femërore, sikur është në të ftohtë, është në një situatë pak të ngrirë këtu. Është në një situatë pak të ngrirë, por shoh një shenjë nga universi që kësaj figure femërore do t'i jepet në lidhje me këtë dashuri, sepse shoh kemi nëndën më falni, të kupave, që tregon që diçka afrohet drejt energjisë femërore. Ndoshta do çlirohet nga këto situata duke marrë një lajm të mirë nga energjia mashkullore. Dhe këtu shoh që nuk e di, mund t'jenë mbajt një sekret, një fshet në këtë histori, ose diçka do zbulohet në lidhje me një sekret ose një të fshet që mund të ketë pasur midis jush. Dhe a do ketë një bashkim midis përfundimi në të ardhmen në lidhje me këtë njohje që keni ose lidhje. Shoh një person që është ndier I sakrifikuar në këtë dashuri. Është një person që ka dashur të thithë, të marri nga ju, të marri këtë dashuri, dhe edhe të japi, të marri, por edhe të japi në lidhje me ju dëgjues, por nuk e di çfarë ka bërë këtë person që do ndihet I sakrifikuar. Është një person që dëshiron të hedhë hapa para. Ndoshta është një person që e mendon shumë një hap para se ta hedhi drejt jush dëgjues. Për të qenë I sigurt, edhe pse shohim që ndihet personi shumë I sigurt me vetbesim në veten e vet, por që të hedhi një hap drejt jush, dëshiron ndoshta edhe që ti shofi gjërat më mirë në këtë situatë. Gjithsesi, ju shoh një energji mashkullore këtu, ku është duke menduar këtë situatë, është duke menduar në lidhje, dëshiron të japi dhe të marri, por për të hedhur dhe hapa drejt jush, dhe është duke menduar se si mund ta bëj këtë gjë. Dhe këtu kemi, nuk tham, energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të ujit, dhe përsëri energji të shenjave të ujit. Shoh që ka disa paqartësi ose energjia femërore ka nevojë të qetësohet, të meditojë dhe të mendojë se si të hedhi hapa drejt energjisë mashkullore. Dhe unë shoh një takim, dy persona që I shtrëngojnë dorën njëri tjetrit, ndoshta ju do harini sepse energjia mashkullore, kemi përsëri energji zjari, është duke menduar për të hedhur hapa drejt energjisë femërore. Dhe unë shoh një takim, por dhe një shtrëngim duarsh në lidhje me këtë person, me këtë dashuri. Dhe ndërkohë është, sepse është dhe dyshi kupave këtu, që tregon që ju sikur do
mund të keni një takim, por sikur do gjeni paqen te njëri tjetri. Dhe këtu kemi diçka, do me thënë, do lvizi rreth jush, ndoshta është ai momenti i duhur dhe koha e duhur për të qenë së bashku në lidhje me këtë njohje ose me këtë dashuri, sepse gjërat do vinë shumë shpejt, do vinë si një shigjet drejt jush. Dhe shoh përsëri që do ketë një fillim të ri këtu. Është një fillim i menduar mirë nga energjia mashkullore ose femërore, duhet i merrni të dyja energjitë. Dhe është një person që ndëron t'ju japi botën, sepse kemi 7-ën e kupave këtu. Ju duket sikur do ketë botën në dorë në momentin që do jetë me ju dëgjues, sepse është një person që dëshiron t'i bëjë dhe gjërat shpejt. Dhe shoh kemi energjinë e shenjës së demit, është diçka që është menduar nga ky person, ndoshta ka kohë që e mendon se si t'japi drejtim kësaj situate. Dhe kemi 10-ën e kupave, më falni, të monedhave, që tregon një lloj stabiliteti, ose tregon që ky person është një person që dëshiron të bashkëpunojë me ju, të jetë bashkë me ju. Dhe kemi kartën e diellit që tregon lumturi, tregon gëzim në lidhje me një takim ose një bashkëpunim që ju do arrini të bashkëpunoni me njëri tjetrin në lidhje me këtë dashuri. Dhe do marrim një mesazh nga angjit se çfarë ju thotë. Dhe kemi kalorësin e shkopimve, është energji zjarri, por ndërkohë kemi mesazh nga angjit që ju thotë, ju do keni shumë pasion, do jeni në lëvizje për të kërkuar këtë person ose ky person për të ardhur drejt jush, do ndiheni shumë të sigurt në veten tuaj, thjesht mos u shqetësoni në lidhje me këtë njohje që keni. Diçka do vi shumë papritur, thotë. Thjesht duhet jeni të kujdesshëm. Do me thënë, ky person mund vi papritur, thjesht ju duhet jeni të kujdesshëm. Kjo periudhë do jetë shumë e rëndësishme në lidhje me këtë dashuri, sepse do jetë koha e duhur që ju të keni një takim së bashku, por të keni dhe ndoshta një bashkëpunim me këtë person. Duhet mendoni me kujdes për gjitha gjërat që ju dëshironi të keni ose të bëni me personin që ju dëshironi në jetën tuaj. Dhe unë do marrë dhe një mesazh nga angjit, më falni, do marrë një mesazh të përgatitur se çfarë do donte personi t'ju thoshte në lidhje me këtë dashuri. I gjithë universi punon për ne, thot. Personi mendon se i gjithë universi punon për ju, sepse po të vëmredhe nga lehtësimi është koha e duhur dhe momenti duhur që ky person të vi drejt jush. Një lidhje nëpërmjet internetit, thot. Nuk e di kush është lidhur nëpërmjet internetit, por është një lidhje nëpërmjet internetit. Dhe marrim dhe një tjetër për të parë se çfarë do donte ky person. Dhe unë mund të shoh ato vetit e tua, thot, ka një oqean në sytë e tu, shumë e bukur kjo, dhe unë mund të shoh vetë me ti, ka një oqean të madh në sytë e tu. Dhe unë mund të shoh vetë me ti, thot, sepse ka një oqean në sytë e tu. Personi kupton në sytë tuaj në lidhje me këtë dashuri, se sa të dashuruar jeni ju. Gjithsesi, universi po punon për ju. Është momenti duhur që ju të keni një takim, por edhe të ndryshoni situatat midis jush. Ose për gjithë ata që mund të jenë në një njohje për ta çuar para këtë njohje ose këtë lidhje. Atëherë kjo ishte për gjithë ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video
nga ky kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjohemi në videot e radhës.